Nëse bën mirë edhe gjen keq, vërtet kjo është që ka me të dëmtu psiqikisht edhe moralisht. Mirë po, është një rregull që i filtron këto gjona të mira që ti i bën. Nëse e kupton këtë rregull, mundohesh që më ju përmbajt kësaj rregulle do ta kesh shumë lehtë. Rregulli thotë, nëse ti don me ja bo një të mirë dikujna, edhe që të mirë që ti ja bën, nëse pret falënderim prej tij, pra falënderimin që ti ja bën e këtë mirë, atëherë ki me u dëmtu nëse ai nuk të falënderon ose nuk ta kthen për të mirë. Mirë po ti, nëse nuk pret që ai me të falënderu fare, pra ti e ke bu për shpirtin tonë, ti e ke bu për veten tonë, edhe ai të falenderoj, nuk të falenderoj, pra nuk e ke problem, atëherë ma te për cilën punë je duke bo edhe vazhdo të para.